na fillimisht duhet me marrë si rregull. Çka është ajo që realisht për ty përbën kënaqësi? Me çka ti e arsyeton veprimin e caktuar për ti ofru vetes një kënaqësi? Në bazë të rezultatit e kupton edhe çmimin e vetvetes, kush jetë realisht apo. Në ky rregull është rregull interesant i jetës apo. Është rregull interesant i jetës. Për shkak se të ndrozën ka herë besimtari, domethënë largohet nga keqja. Largohet nga keqja. Dhe është i përkushtuar nuk të Allah xhallahu ala, është e vërtet. Mirë po në raport me disa të këqija, apo nuk i pretendon si dënim. Jo. Po mos me qenë frika ndaj Allahu xhallahu ala, kish më kënaq me to. Kish më kënaq me to. Mirë po jo se haram është apo. Ma e qasja ti kashi çështjeve të ulta, nuk është qasje e domthon një lloj distance, një lloj domthon shmon gërdije, falni shprehjen. Jo për shkak. Po është rezistencë. I reziston për shkak nuk mund me shkuar. Do pjesë nesër të mbesin që ashtu normal, kjo pjesë e betesë është. Mirë po në esencë, në përgjithësi, domthon çka është ajo që realisht për ty përbën kënaqësi. Cila është ajo arritje e dunjas e caktuar soi e gjallë që realisht për ty arsyetohet si domthon mundësi me pretu kënd shumë çdo që ka arritur. Çka është ajo?